Djali ka qenë duke ngrënë sufllaqe bashkë me kushërinë e vet për 14 vjeç. Kanë qenë duke ardhur këtej nga krau Lana sa kanë kaluar shkollën Ismail Qemali. Te ura tabakëve. Kanë pasur çantë shtëpinë kishte? Çantën e shkollës me gjithë libra, ka ardhur njëri, ja ka futur në çantë, këta jam trem se nuk e njihnin se ishte gjithaj burr. Edhe i ka thënë çfarë janë, shkoni hidheni te protesta, i ka thënë, edhe i kanë kap nga ora 8 pacaj që ne kemi qenë pothuajse akoma te kryeministria. Edhe i ka thënë shkoni hidheni te protesta dhe po ju kapi njëri thuj që na kanë dhënë lek. Në atë moment nuk kanë bërë djemtas 10 hapa, kanë ardhur civilët dhe i kanë arrestu. Imagjinoni. Tani ju pra shifni se çfarë skenarësh para përgatisin. Janë ndaluar, janë shoqëruar mbi 50 demonstrues. Një pjesë e mirë e tyre s'kan marrë kur pjesë në protesta. Janë sjell një pjesë e policisë, se do të them dhe këtu, janë sjell me rrugashri, në mënyrë antiligjore, janë sjell si patronazhistë dhe kriminal të vërtet. Ndërkohë, mund të them se dje ka patur një dallim të qartë në qëndrimin e një pjesë të mirë të policisë e cila ka realizuar dhe po realizon që mbrojtja e hajdutëve nuk është detyrë në emër të ligjit dhe të dhëut. Dhe unë i përgëzoj ata, dhe unë ftoj policin, policët e ndershëm, familjarë të ndershëm, burra, gra, vëllezër, motra, të familjeve të mira, të mos ndjekin udhëzimet e kriminalëve Proda dhe Bishga, por në rastin më të parë të bashkohen me demonstruesit. Edi Rama është një armik i egër, i qenjes tyre, i kombit shqiptar, është një hajdut i pa imagjinueshëm që po i bën vendit të zezën më të madhe që i ka bërë ndokush me ligjin mburoj për të mbrojtur vjedhjet e tij dhe të Lubis dhe të ministrave të tij. Kryengritja paqësore shënoi dje një stat të ri, të fuqishëm, të saj, çka është frymëzim për vazhdimin në ditët në vazhdim gjerë në përmbysjen e kësaj qeverie. Denoj me forcën më të madhe dhunën dhe terrorin policor. Denoj gjuajtjen me seleksion të qytetarëve me bombula gazi